Ullu Nare, ullu njerë. Merë frymë njerë thellë, byllë sytë. Ti e ma gjithmonë Gaja me vete. Kush është Gaja? Kush është Gaja njerë, shpegoj? Gaja në sheni. Po, pyte. Kur ja bëj qiqi, ku e qonë? Gaja, kur i bëhet qiqi, shkon vetë atje tek pileta e dushit. Shqecim kombëtar, këmë fa. Nëse është Shqecim kombëtar e zbuluam, po, e zbuluam. Gaja mua ma zbardh faqen. Kudo që e marrë në për hotele, që lëviz në qytetet të ndryshme, sa shkojmë tek dhoma, direkt e Ti nuhat pse i do ka tualetin. shumë kafshët, më thua, pse nga kjo dashuri për kafshët, ke ngritur zërin, kush e di për sa kauza të rëndësishme për keq trajtimin e kafshëve dhe ke qenë vërtet fantastike në atë që ke bërë, sepse civilizimi një kombi gjithmonë thuhet varet nga dhe dallohet nga mënyra se si trajtojnë kafshët, ë? Po, e vërtet. S'mund të trajtosh mirë njerëzit kur nuk di të trajtosh mirë kafshët. E vërtet, kur kam qenë shumë e vogël, në verë, rria në Orikum, tek shtëpia e gjyshërve, edhe kishim shumë qenusha, kishte shumë qenë lagja kur rinin gjyshërit e mi, edhe i mësoja qenëve të lagjes, më jep një dorën, rria shumë e qenushat. E ke kujtim këtë sapunin nga vllai në Arës. Faleminderit. Sa ere mirë, era pastërtisë, fiksi që kam qefun. Kështu që i dua shumë kafshët, se jam rritur me kafshët. Prandaj, po edhe nga që s'kam patur një motër dhe vëlla dhe jam marrë me kafshët, a kupton? Bukur, Diori, pyetja jote. Roza, Gjonatani nën e ti di që fluturon në qell, po ti nga e peatë, apo pe lartë në qell dhe u dashurove dhe pe me syeve. Na i bëjmë pyetje të gjata, i kanë pyetje Tiranë Durrës të gjata, ë? Ja, këto janë ato pyetje që mua po më djersisin duart tani. Miroza mos trego kaq shumë Se po i debules. thoja shoqërisë ngushtë që do iki tek Alketa Vesiu, do iki te emisioni i saj Peter Pan me bebat me fëmijët, edhe ishin gjithë, ua, sa do kënaqesh, ata janë fantastike, kanë përcjell të gjithë programin. Dhe unë që isha, okej, po fëmijët e ke parasysh që bëjnë kështu pyetje troç. Tani jepi Roza. Jepi Roza. Unë të dashurin tim, unë nuk e njofta në qiell, se unë kam shumë frikë nga lartësia, nuk e njofta as në tokë, e njoha në det, sepse unë jam gocë deti. Edhe unë detin dua më shumë se gjithë shka, se gjdo element tjetër. Po çfarë ndodhi aty? Ishte kështu si kandil që të pickoja ai apo ishte ju deti? Situata është, mendoj shpirtrat binjak nga momenti i parë që shihen, thjesht nuk shkëputen më, e kuptojnë që janë shpirtra binjak. Kështu që ne thjesht u kuptuam, edhe nga ajo ditë s'kemi ndejt më pra njëri tjetrin. Atë ka shku menja me u martue, është një këngë. Apo? Je mirë kështu si që je. Do me thënë, kuj s'kam as telefonin, të bëja të lojën që po mbi telefoni se kam parku keq, po. Atere, është shumë herët për të folur për këtë gjën, është shumë herët për të folur, këto mendoj, rëndësika që dashni, ka dashni. Bukur. Ajla. Po ti qëfar bën kur të mërziti dashuriot? Qëfar bëjun kur më mërziti dashurim? A i përpiqet shumë që mos të më mërzisi, sepse nëse një njeri të do vërtet, nuk të mërzit, se të do, nuk do të shofi të mërzitur. Kështu që a i përpiqet shumë që të mos më mërzisi dhe t'jetë korrekt me mua, dhe unë jam po një lloj, sepse është ajo shpreja e famshme, mu sill siç të sillem dhe të sillem siç më sillesh. Kështu që unë jam shumë mirënjohëse, sepse mua ai nuk më mërzit. Edel. Roza, ata ka hapur do njërë telefonin Gjonatani, se unë gjithmonë e marrë telefonin të madhe dhe të papit që të shikoj Peppa Pigun. Unë nuk jam për hapjen e telefonave, unë nuk jam për kontrol telefonash. Unë ja di kodin e telefonit të dashurit tim, edhe ai ma di mua absolutisht. Shpesher, besimi falet edhe për shembull, jemi bashkë ne këtu, edhe më ra telefoni mua me mesazh. Edhe unë i them të dashurit tim, shpirt, shife pak kush më shkroi. Me thënë, kjo është falësh besim, s'ka pse ta kontrolloj telefonin me zor. Po e kontrollove telefonin, kërkon sherr me zor. Kështu që dhe ti, ato lojrat, ti luash tek iPad-i, nëse keni iPad-i. Nuk e? Ja se avash, do të vidit lindja tani afër, që të ta bëjnë dhurat një iPad. Dakord jemi, Amaris. Është më mirë të jetosh vetëm apo me Gjonatanin?
O zoti ma. E bën që tani pse kam pjesë. refuzuar intervista ato Alketa. Pse s'ke folur fare për këtë temë tani Rëfeu tek prifti pak tani të lutem. Shiko, momentin që jeton vetëm, ti fillon të duash veten tënde. Kur ti do veten tënde, ke vend për të dasht të tjerët. Edhe unë tani jam në atë fazë të jetës time që më mirë që jetoj me të dashurin tim. E ka radhën e tjeni tani? Unë kur të jem gjysh, mendoj që se do jemi pasur. Po ti si e mendon veten kur të jesh gjyshe? Unë veten kur të jem gjyshe, mendoj se do jem e pasur, por unë nuk jam tek pasuria tek leku. Unë jam tek pasuria që të kem familjen time, të jem një Me lek. gjyshe, po, familje me lek. Që se familje nuk duhet të rri pa lek që të blej bukë edhe që të hajë, mos të vdek. Pa tjetër, shiko. Ky do bëhet biznesmen ky te Forbesi. E mira nuk ka fund, por që sa më shumë lek, aq më shumë halle, i thon asaj shprehje. Kështu që unë do doja një jetë pa halle. E dua lekun absolutisht, sepse dhe 2 pika lot kur i der, të duhet 200 lek facoleta me fshia të lotin. Duhet ai leku. Jo po 1 milion. Kjo do bëhet hit kjo që the. Unë gjyshe dua të jetoj në një shtëpi buz plazhi, të mbjell ato domatet e mia, se unë si kam qef domatet me pesticide. Edhe të kem ato qenushat e mi, 2 dobermana të mëdhenj. Tomatet gjithmonë janë të mira. Suk buz të kuqe, plaka aty zigzake buzët nga rrudhat, po çën si ka kjo. Po gjithmonë. Kështu e shoh. Është shumë e rëndësishme për ty ushqyerja e shëndetshme, apo jo? Mund të flasësh fëmijëve se sa e kujdesshme je ti për të ushqyerjen e shëndetshme. Dhe do i sugjeroja për të ushqyer, do t'i tregosh fëmijëve sa e kujdesshme je ti për ushqyerjen e shëndetshme. Dhe duhet të kuptoni të gjithë që jeni, më shikoni, se do ju tregoj për të ngrënën. Tani kur të hani buk, do hani gjëra të shëndetshme. Po ëngrët perimet, po ëngrët orizin edhe orizin. I çik mishin, mos harroni peshkun, po patate të skuqura, pizza, fast food, unë nuk do ja u sugjeroja. As sufllaqe, nuk do ja u sugjeroja.